Federata Shqiptare Arteve Marciale Mikse ka organizuar dhe këtë vit kampionatin kombëtar MMA 2025. Në këtë kampionat marrin pjesë 7 klube sportive dhe gara është zhvilluar përgjatë ditës së shtunë dhe të diel. Arja Rizaj, presidenti i Federatës së Arteve Marciale Mikse, bëri thirrje për mbështetjen e këtyre sporteve, përfitues të cilave janë sidomos fëmijët dhe të rinjt. Rizaj theksoi se për çdo nevojë që kanë të rinjt, të cilët kanë zgjedhur të merren me këtë sport dhe çdo kampionat që zhvillohet, kjo federatë asnjëherë nuk e ka patur mbështetjen e shtetit. Sot ka qenë një aktivitet shumë i dobishëm, sepse ka pasur një pjesëmarrje shumë të lartë dhe për sa i përket numrit sportistëve që është në rritje, po dhe konkurrencës na bën optimist në vijim. Suporti këtu është shumë mrapa, mentaliteti është shumë mrapa, duhet jemi pozitiv dhe të ketë mbështetje reale. Domethënë neve këtu me pak fjalë arrim që të kultivojmë brez të edukuar, të fortë, sensibilizuar drejt jetës shëndetshme. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve t'ju bëj një thirrje të drejtë për drejtë. Na mbështesni se nuk do t'ju zhgënjejmë. Problemi që ndron në mbështetje, por në një vend tjetër kjo do të quhet e paimagjinueshme, që sakrificat jetë e madhe, resurset, mbështetja të jetë zero. Duhet i therasim të gjithë logjikës, mendimit që të suportojmë të rinjt tanë. Por sa i rëndësishëm është ky kampionat për të rinjt pjesëmarrës dhe çfarë kërkojnë ata për të patur një performancë më të lartë. Sapo dola prap vendi i parë dhe më pëlqen shumë ky sport pasi më ka bërë ky që jam sot. Ecuria mund të ishte shumë më madhe, po të kishte më shumë kampionate, normalisht që sportistat në për klubet e tjera do aktivizoheshin më shumë, do motivoheshin më shumë, pa mbështetjen e shtetit nuk arrim dot asgjë. Kampionati im i parë, mësojmë pandeshës, duke parë dhe çunat janë gjatë mëdhaja. Me këtë sport unë kam një vit e gjysmë që e praktikoj, më pëlqen shumë si sport, pasi përfshin gjithë muskujt e trupit dhe gjithë pjesët e trupit. Absolutisht, duhet pak më shumë mbështetje që të kemi sa më shumë kushte të mira mjekësore, kushte nga ana bazës logjistike e tjera. Artet marciale janë disiplina fizike dhe mendore që përfshin teknika luftimi, vetëmbrojtjeje dhe zhvillimi personal. Ndërsa Federata e Arteve Marciale Mikse në Shqipëri është themeluar që prej vitit 2012, ku janë bërë pjesë mbi 1000 sportistë, si dhe 30 prej tyre kanë marrë pjesë edhe në aktivitete ndërkombëtare.